بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në mësimin ton të dashur fragmente nga jeta e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mësimin e kaluar nuk u bë mundur që të zhvillohet dhe sot jemi në mësimin e 23 dhe jemi në ngjarjet që kanë ndodhur në vitin e dytë të emigrimit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Nga ato ngjarje që ndodhen në këtë vit ishte edhe ndryshimi i kiblës. Siç e keni marrë më përpara, Allahu i madhëruar e kishte urdhëruar të dërguarin e tij të drejtohej në drejtimin e xhamisë Aksa ose xhamisë e cila ndodhet në Palestinë. Beitul Maqdis, shtëpia e pastër e cila është ndërtuar nga Jakubi alayhis salam. Dhe 10 vjet i dërguari Allahut alayhis salam e vente Kabën përpara vetes dhe u drejtonte drejt Beitul Maqdis, pra xhamisë Aksa. Por kur shkoi aleikum selam ورحمة kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shkoi në Medinë, e cila ndodhet në veri të Mekës, ishte e pamundur që ta vendoste Kabën përpara vetes, duhet i kthente shpinën asaj. Dhe qëndroi në zbatimin e këtij urdhri 16 apo 17 muaj. Dhe në vitin e dytë të emigrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në muajin Rajab, siç është më e sakta, se disa dietar thonë në muajin Shaban, por më e sakta, siç e thotë edhe Hafidh ibn Hajar, është në gjysmën e muajit Rajab, urdhërua të kthehej në drejtimin e Kabës. Dhe namazi i parë i cili ka falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte namazi i ikindis ose ai namazi i asrit. Dhe mbasi i foli besimtarëve për këtë urdhër, u çua dhe fali namazin në drejtim të Kabës. Allahu subhanahu wa taala tregon për gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përpara se të ndryshohet kibla. Thot Allahu i madhëruar: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Thot Allahu i madhëruar, e kemi parë drejtimin tënd, pra shikimin tënd drejt qiellit.
Pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shpresonte dhe kërkonte prej Zotit që ta drejtonte drejt Kabes. Por nuk mundet dot as i dërguari dhe as të tjerët të bëjnë një veprim pa urdhrin e Allahut të madhëruar. Dhe Allahu Azza wa Jall ka urtësi për çdo gjë. Në momentin që erdhi në Medinë, jehudët u kënaqën që ai u drejtohej drejt xhamisë Aksa. Dhe e kishin të shkruar në librat e tyre që ai do ta ndryshojë kiblën. Po megjithatë jehudët duke treguar historinë e pejgamberit sa do dalin shumë nga cilësitë e jehudëve avash me leje të Zotit. Dhe Allahu Azza wa Jall thot, ne e kemi parë, thot, vështrimin tënd drejt qiellit. Dhe ne do të drejtojmë ty në një kible, në një orientim që ti je i kënaqur me të, që është Kabja. Pra drejtoje fytyrën tënde drejt xhamis Haram, që është xhamia e Mekës. Wa haythu ma kuntum, dhe kudo që të jeni, drejtojeni fytyrat e juaja drejt saj. Dhe pasi urdhëruan për këtë, namazi i parë pra u fal në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejt Kabes, ishte namazi i asrit. Dhe hadithi il-Bara ibn Azib, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: Sallejna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nahwa Bejtil Maqdis 16 shahran au 17 shahran thumma surifna nahwa al-Kaaba. Thot ky sahab, u falëm me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam drejt Bejtul Maqdis 16 muaj apo 17 muaj, pastaj u drejtuam drejt Kabes. Pra ky është hadith i saktë. Dhe pasi u falën, urdhri vajti dhe u përcoll nga njëri ke tjetri, dhe në xhaminë e Kubas namazi i parë që falën ata drejt ishte namazi i sabahut. Pra nuk i erdhi lajmi as për akşam dhe as për yatsi. I erdhi lajmi atyre mas namazit të sabahut. Dhe ka ndodhur në një xhami për xhamiave të Medinës që i erdhi urdhri kur ata ishin në namaz, ose ndoshta ishin në xhami ose ishin një grup që po faleshin, Allahu e di më së miri. Edhe i tha personi, ka ardhur urdhri dhe ka zbritur që është ndryshuar Kabja. Dhe ata siç ishin duke u falur, imami vajti në fund të xhamisë dhe të gjithë u kthyen në drejtimin e Kabes. Kjo lëvizje që bën ata në namaz është për të mirën e namazit. Prandaj kur është një lëvizje për të mirën e namazit, lejohet, dhe argument është ky që u tha. Disa njerëz bëjnë gabim që vizitojnë një xhami të caktuar në Medinë, që e quajnë xhamia e dy kibleve, dhe shkojnë edhe falen një herë në krahun e Beitul Maqdis, pastaj falen një herë në krahun e Kabes. Kjo është një gabim që ndodh rëndomt ke njerëzit e paditur dhe kemi detyrë që t'ja shpjegojmë që ndryshimi i kiblës ka ndodhur në të gjitha xhamitë e Medinës. Kështu që nuk është e nevojshme dhe nuk ka asnjë lloj argumenti për të bërë një veprim të tillë. Dhe kibla e parë është e pezulluar, e abroguar. Pra urdhri i parë që dha Allahu Azza wa Jall për të drejtuar drejt Beitul Maqdis, ne sot e kemi të ndaluar të drejtohemi drejt saj, sepse Allahu urdhëron atë që do dhe pezullon atë që do.
Pra e dha urdhrin për të falur drejt kësaj, pastaj e ndaloi këtë dhe urdhroi. Ai urdhron atë që do. Ai është mbreti, ai është sunduesi. Kështu që ne nuk na lejohet të falemi drejt xhamisë Aksa, por neve jemi të urdhëruar të drejtohemi drejt Kabes. Dhe në Musnedin e Imam Ahmedit dhe në libra të tjerë ka ardhur hadithi Aishës radiallahu anha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal yahuda yahsudunana ala thalath." Pra, jehudët na kanë hased, na kanë inat në 3 gjëra, më shumti pra. Yahsudunana ala yawmil jum'a, na kanë inat në ditën e Xhuma, alladhi hadana Allahu ilayhi wa adallahum anhu, për të cilën neve Allahu na uzoi tek ajo dhe i humbi ata prej saj. Kjo sepse dita e Xhuma është ditë më e mirë, është më e vlefshme dhe ata e dinë këtë gjë. Dhe o yahsudunana ala istiqbal beitul haram alladhi hadana Allahu ilayhi wa adallahum anha. Në kanë hased në drejtimin drejt Kabes, sepse Kabja dihet për që është më e mirë se Beitul Maqdis. Dhe gjithashtu në kanë inat dhe hased në fjalën amin, duke e ditur ata vlerën dhe bereqetin që ka fjala amin, sidomos kur shikojnë besimtarët që falen dhe mas leximit Fatihas thonë amin. Ata kanë inat kur shikojnë muslimanët. Ka dhe hadith tjetër, ata kanë hased edhe gjithashtu në përhapjen e selamit. Ne i themi selam, ata i thonë shalom në gjuhën e tyre, por kur shikojnë besimtarët që japin selam dhe përhapin selamin, kanë hased edhe te kjo. Sepse e dinë që kjo përhapja e selamit shton dashurinë mes njerëzve dhe shton afërsinë mes njerëzve. Allahu subhanahu wa taala urdhron atë që do dhe ndalon nga ajo që do. Një nga urtësitë që Zoti i Madh e thot në Kur'an për ndryshimin e kiblës: "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimma yanqalibu 'ala aqibayhi." Dhe nuk e bëm ndryshimin, nuk e bëm kiblën në të cilën ti je në të, vetëm se për të ditur kush do ta pasojë të dërguarin nga ai që do të kthej shpinën. Kështu që kjo është një nga urtësitë që neve ndjekim urdhrat e Allahut dhe nuk ndjekim pasionin tonë, dëshirat tona. Një herë drejtohemi këtej se Allahu na urdhëroi drejtohemi këtej, dhe një herë drejtohemi këtej sepse Allahu na urdhëroi. Allahu qul lillahi al-mashriqu wal-maghrib, thuaj, te Allahut janë lindja dhe perëndimi. Pa nuk është problemi ke lindja apo ke perëndimi, është problemi ke zbatimi i urdhrit të Allahut. Kështu që kjo ishte me pak fjalë ndryshimi i kiblës. Nga gjërat që kanë ndodhur në vitin e 2 të Hijretit është dhe obligueshmëria e muajit të Ramazanit. Dhe muaji i Ramazanit për herë të parë është bërë obligim në vitin e 2 të emigrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mas tij u bë obligim zakati i fitrit sepse është i lidhur me Ramazanin. Këtu tani ka vend për një meditim. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pati një përshkallëzim në thirrjen e tij të këtyre obligimeve. 10 vjet në Mekë, që nga dita e shpalljes nuk u urdhërua vetëm se me tauhid.
i thirrte njerëzit dhe thoshte qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Thoni la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar me drejt përveç Allahut në mënyrë që të shpëtoni. U'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij në adhurim asgjë. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Adhuroni Allahun, ju nuk keni të adhuruar tjetër përveç tij. Dhe mas 10 vjetësh në këtë urdhëresë madhështore që është baza e Islamit, dhe kjo nëse njeriu nuk e ndërton fen mbi tauhid, nuk e bën veprën dhe adhurimin vetëm për Allahun dhe nuk e bën në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i pranohet çdo lloj pune që të bëj. Prandaj rëndësia është shumë e madhe dhe detyra jon është shumë e madhe për t'ia shpjeguar njerëzve tauhidin, pra ta veçojnë Allahun në adhurim. Pastaj zbriti namazi mas 10 vjetësh. Pastaj ndeti 3 vjet në Mekë dhe 2 vjet në Medinë, pra mas 5 vjetësh zbriti agjerimi dhe zakati, dhe në vitin e 9 të emigrimit zbriti obligimi haxhit. Po pse sot ne gjejmë njerëz që vinë për haxh dhe thonë të kërkojnë ndihmë o shek filan, të kërkojnë ndihmë o tjetër, domethënë nga emrat që ata i marrin për të adhuruar nga personat që i konsiderojnë njerëz të mirë. E kështu me radhë bëjnë shirk edhe në Arafat. Unë e kam nga eksperienca ime përpara 1 muaji në Umre, afërsisht 100 metra ose 200 metra larg Kabes, i kam shpjeguar dikujt që a lejohet me shku ke kisha Laçit apo jo. Prandaj është detyrë për të gjithë muslimanët, për të gjithë nxënësat që kanë mësuar, aleikum selam wa rahmatullah, që kanë mësuar fenë e Zotit, ke dietarët islam, të jenë shumë të vëmendshëm që t'ua shpjegojnë islamin e vërtet njerëzve. Dhe agjensitë e umreve dhe të haxhit e kanë për detyrë t'ua mësojnë tauhidin njerëzve, sepse pa tauhid personi kthehet bosh, shkon dhe vjen bosh. Kështu që përpara se t'i mësojmë rregullat e haxhit dhe rregullat e umres dikujt, duhet t'i mësojmë tauhidin. Nëse nuk e bëjmë këtë punë, atëherë puna jon ka mangësi. Allahu na drejtoft tek më e mira punë. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Të shpallur ty o Muhammed dhe ata të cilët kanë qenë para teje, nëse do të bësh shirk, do të zgjesohet puna jote dhe do të jesh prej të humburve. Belillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Madje vetëm Allahun adhuro dhe bëhu prej falënderuesve. Ky urdhër i Allahut Azza wa Jall dhe ky ajet që lexuam na tregon që çdo person, cili do qoftë, nëse bën shirk në punën e tij, e gjithë puna do ta zgjesohet. Nuk i quhet as namazi, as agjërimi, as zakati, as haxhi nëse bën shirk. Prandaj duhet kujdes maksimal me njerëzit. Njerëzit i kemi në amanet. Nuk është tregti, është thirrje për tek Allahu. Nëse e bën, bëje.
Nëse nuk e bën, atëherë ki kujdes. Mëso fenë e Zotit. Dhe mos të bëhet feja tregti dhe mos kuptojnë njerëzit që kjo fe dhe njerëzit që merren me të kanë interesa dhe përfitojnë dhe nuk është interesi më i madh që ti ftosh njerëzit për tek xheneti i Allahut, por shkojnë tek interesat vogla që është interesi i dynjas. Allahu i uzoft të gjithë muslimanët dhe i bëft që të garojnë në vepra të mira dhe jo të jenë në pozicion të ulët. Thot Allahu Azza wa Jall: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ka qenë obligim para jush, në mënyrë që të bëni të devotshëm. Pra, ky ajet pra zbriti në vitin e dytë të hijretit dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sahabët ishte për herë të parë që agjeronin muajin e Ramazanit. Në ditën e 8 të Ramazanit, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam doli për në kërkim të një karvani që ishte karvani i Ebu Sufjanit. Dhe nuk i dha rëndësi të madhe për të grumulluar njerëz, sepse nuk mendonte që do të kishte diçka më të madhe. Dhe pasi dërgoi 2 persona për të hulumtuar çështjen e Kurejshve, u mor vesh lajmi që karvani e Ebu Sufjanit me 30 apo 40 vet po vinte nga Shami, nga Palestina, nga zona e Shamit, po vinte për Mekë me mallra. Atë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha besimtarve: ai që e ka kafshën gati, do të vi me ne. Dhe u mblodhen afërsisht rreth 317 apo 319 burra. Dhe dikush i kishte kafshët e tij në lagjen e sipërme të Medinës dhe tha: o i dërguari i Allahut, na jep leje që të marrim kafshët tona, dhe nuk i lejoi. Tha: jo, vetëm ata që janë me kafshët e tyre gati, vetëm ata që janë gati. Dhe la në drejtimin e Medinës Abdullah ibn Ummi Maktum, që ishte dhe muezini i tij. Dhe ky grup njerëzish u nisën dhe kishin një deve në dispozicion për 3 veta. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte me Aliun radiallahu anhu, më sa më kujtohet, dhe me Ebu Lubabën. Allahu qoftë i kënaqur prej tyre. Dhe i thanë që o i dërguari i Allahut, neve kemi mundësi të ecim këmbë, ti qëndro mbi deve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nga thjeshtësia e tij tha: ju nuk jeni më të fuqishëm se unë në ecje dhe nuk e doni më shumë shpërblimin sa unë. Kështu që nuk pranoi që të ishte ai gjithmonë mbi deve, por e bënin me radhë. Pra dikush kishte lehtësimin për të ecur mbi të tjerët ecnin në këmbë. Kjo tregon për gjendjen e thjeshtë që ishin sahabët në këtë kohë dhe vështirësitë që kishin. Pas dikush ishte i mbathur, dikush ishte i zbathur, dikush kishte mjete, dikush jo. Kjo ishte një vështirësi që e kaluan besimtarët në këtë kohë. Dhe pasi kaluan në një vend, në një lugin, e ktheu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam Ebu Lubabën dhe e bëri drejtues të Medinës,
më përpara kishte vënë Abdullah ibn Ummi Maktum. Në historinë e dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam do të gjeni 3 terma në gjuhën arabe. E para quhet gazwe, që është betejë ku ka marrë pjesë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. E dyta quhet bu'uth dhe e treta seraja. Këto të tjerat janë që ato çetat që dërgonte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ishte vetë, dhe të tjerat ishin seraja, janë ato qeta që dërgoheshin natën. Dhe gazawatet që ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra janë rreth 27 apo 25, Zoti di më mirë, kurse këto të tjerat janë rreth 60. Luftrat e mëdhaja dhe nënat, ose si thosh ato kryesorët e luftrave janë 7. Lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, e Hendekut, e Khajberit, e Shirimit Mekës, e Hunenit dhe e Tebukut. Mbani mend këto 7, është më mirë se mos mbani mend asgjë. Pra, me a lehtësuar tjetrit është më mirë që të mbani mend kryesorët, pastaj të tjerat janë shumë, si që tham, gati 90 apo Allahu e di më së miri. Kështu që nëse i mbani mend këto janë kryesorët që ka bërë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe surja Enfal është ajo sure që ka përmendur luftën e Bedrit. Luftën e Uhudit e ka përmendur surja Ali Imran. Pastaj është përmendur nga fundi i surës Ali Imran historia e Hendekut dhe Kureidhat dhe Khajberit. Jo, kjo është surja Ahzab. Pastaj surja Hashr është për Benu Nadir dhe surja Feth është për luftën e Hudejbijes. Dhe është përmendur çlirimi i Mekës i qartë në surën An-Nasr. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pasur plagosje në luftën e Uhudit. U plagos i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe me lajket kanë luftuar me të dërguarin e tij dhe me besimtarët në luftën e Bedrit dhe në luftën e Hunenit. Dhe kanë zbritur me lajket në luftën e Hendekut dhe i kanë tronditur jo mushrikët, idhujtarët, dhe i bën ata që të humbin duke përdorur shkaqe të ndryshme, nga ato është që ja hidhnin rërën në fytyrët e tyre derisa u larguan. Kur të vi historia inshallah në këto do t'i përmendim, por i përmendëm shkurtimisht në mënyrë që të keni një ori të përgjithshme për këto ngjarje, të cilat kanë ndodhur të gjitha mbas emigrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Numri i besimtarëve që mori pjesë në luftën e Bedrit ishte rreth 319 burra. Vlera e këtyre besimtarëve është shumë e madhe ka Allahu. Dhe po me lajket të cilët morën pjesë në këtë betejë janë po ashtu të vlerësuar në grupin e melajkeve. Siç ka ardhur në një transmetim që do ta përmendim inshallah më vonë. Dhe numri i besimtarëve që mori pjesë në këtë betejë ishte i njëjtë me numrin e besimtarëve që mori pjesë në betejën tek bijtë e Israilit kur luftuan me mbretin e tyre Talut. Kur pra në kohën e Dautit alayhis salam, përpara kohës tij. Përpara kohës tij dhe në kohën e tij, pra, kur ishte ai prezent.
Dhe Allahu subhanahu wa taala e përmend të Surja Bekare kur thot Alam tara ila al-mala'i min bani Israil. Pra nuk po e përmendim arabisht, po e themi shqip në mënyrë që mos të lodheni. A nuk e ke parë atë grupin, atë parin nga bijtë e Israilit, min badi Musa, pas kohës Musait, dhe thuhet mas Musait, deri Daudi alayhis salam isha afërsisht 1000 vjet. Idh qalu li nabiyyin lahum, kur i than një pejgamberi të tyre, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, na dërgone, na bëjnë një mbret që ne të luftojmë në rrugt të Allahut. Dhe në këtë kohë ishin këto fiset beduine, amalikët, që i kishin sulmuar bijtë e Israilit dhe i kishin vrarë, i kishin nxjerrë nga tokat e tyre dhe i kishin marrë robër prej tyre. Dhe në këtë moment ata kërkojnë nga pejgamberi i tyre që të bëjë një mbret që ata të mblidhen rreth tij dhe të luftojnë në rrugt të Allahut. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu? Tha pejgamberi, a gaboj unë, a gabon mendimi im që ju të mos jeni kur t'ju obligohet lufta, ju të mos luftoni? Qalu, than ata, wa ma lana an la nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Çfarë kemi ne, çfarë na pengon ne që të mos luftojmë? Dhe pra në rrugt të Allahut, dhe ne jemi përzën nga toka jon, nga vendi jon, dhe fëmijët tan po ashtu, pra ose janë vrarë ose janë marrë rob për këtyre jo besimtarëve në atë kohë. Pra habia e pejgamberit që ishte e saktë, sepse ai mendonte për ta që kjo kërkesë e tyre nuk ishte me vend, pra nuk ishte në tiparet e tyre kjo gjë. Po megjithatë ata e shprehen vendosmërinë me gojë. Dhe than shkakun pse të mos luftojmë kur ata na kanë përzën, kur ata na kanë vrarë, kur ata na kanë plaçkitur, na kanë marrë rob njerëzit tan, pse të mos ta bëjmë? Falamma kutiba alayhimul qital, kur ju obligua atyre lufta, tawallau, kthen shpinën, u larguan, illa qalilan minhum, përveç një pakice prej tyre. Wallahu alimum bil-zalimin. Allahu është i gjithdijshëm me të padrejtit, me ata që bëjnë padrejtësi. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. U tha atyre pejgamberi i tyre, Allahu ka bërë për ju Talutin mbret. Me këtë ata duhet të mjaftoheshin. Urdhri i Allahut është i prerë. Megjithatë, zakoni i jehudëve është të bëjmë polemik edhe në gjërat e qarta. Tek e para thanë ne duam të luftojmë dhe pastaj nuk luftuam, pra thyn besën. Pra ta thysh besën është cilësia e tyre që do vi më mbrapa. Këtë po e them sepse do vi më mbrapa dhe të kuptoni llojin e këtyre njerëzve dhe cilësitë e tyre. Qalu anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil-mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Si tjetë ai mbret për ne? Pra filluan të sjellin argumentet e tyre falso dhe pa asnjë lloj vlere, duke kundërshtuar urdhrin e Zotit, dhe thanë, si tjetë ai mbret për ne dhe mbi ne, kur ne jemi më parsor që të jemi mbret se ai, dhe atij nuk i është dhënë pasuri. Ky është i varfër. Pra varfëria që ka pengesë sipas atyre në drejtim.
Qala inna Allah stafahu alejkum. Thoti pejgamberi, Allahu a zgjodhi atë juve. Pra ky është urdhri i Allahut, ju jeni njerëz polemizues. E para është urdhri i Allahut. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ja shtoi atij fuqinë në dituri dhe në trup. Ajo që e bën njeriu të komandojë dhe të jetë drejtues është dituria dhe forca trupore. Sepse këto të dyja janë ato që janë të rëndësishme për një drejtues. Dhe jo siç mendoni ju që është pasuria. Pra, jo siç mendoni ju që ai nuk ka ardhur nga një deg drejtuesish, nuk ka ardhur nga një deg njerëzish që ka farefisi i tij ka qenë kështu e kështu. Jo. Pra ka këto dy cilësi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allahu ja jep mbretërinë dhe sundimin atij që do. Pse bëni polemik? Wallahu wasi'un alim. Allahu pra është që mirësitë e tij janë të gjëra dhe të mëdha dhe është i gjithdijshëm. Wa qala lahum nabiyuhum, u tha atyre pejgamberi i tyre, inna ayata mulkihi, argument dhe mrekulli e sundimit të tij, e ya'tiyakum at-tabut, që t'u sjellë juve tabutin, atë arkën. Në atë ark ishte qetësia për ta dhe ishte ato që kishin mbetur nga sendet e Musait dhe Harunit dhe ishin ato pllakat të shkruara ishin aty dhe thot do t'ju sjellë juve tabutin fihi sakinatun, pra ju keni atë në qetësi min rabbikum, nga Zoti juaj, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaika. Dhe ato që kanë mbetur nga Musai dhe Haruni dhe atë e sjellin me lajket. E sollën me lajket mes qiellit dhe tokës dhe ja vun përpara Talutit. Dhe kjo ishte shenjë dhe argument që ai është mbreti i zgjedhur nga Allahu subhanahu wa taala, pastaj mas kësaj ju bindën. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Kjo është argument dhe ajet për ju nëse jeni besimtar. Dhe Allahu subhanahu wa taala donte t'i sprovonte këtë grup nga Beni Israilët dhe thot falamma fasala Talutu bil junud, kur doli pra Taluti me ushtrin, qala inna Allaha mubtalikum binahr, Allahu do t'ju sprovoj juve me një lum. Faman shariba minhu falaysa minni, kush pi prej tij nuk është me mua, nuk do të qëndrojë me mua në ushtri. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, pra dhe ai që nuk e pin atë do të jetë me mua vetëm nëse ka pirë, pra vetëm një dorë prej tij, pra kjo nuk prish punë. Fasharibu minhu illa qalilan, pin prej tij vetëm se një grup i vogël. Falamma pra ky grup i vogël, këtu desha të arrija, ky grup i vogël i cili u sprovua në ndrejtimin e Talutit ishte rreth 319 veta. Ai sa ishte dhe numri i besimtarëve në Bedr. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu, kur e kaluan atë lumin, pra ai dhe ata të cilët besuan, qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi. Pra nuk kemi fuqi në sot me ushtrinë e Xhalutit dhe ushtrisë tij. Ata ishin numër i madh, ishin të fuqishëm, kishin bërë shkatrime në tokë dhe një grup i vogël besimtarësh i rinte i qëndronte përballë. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Thanë ata të cilët
ishin të bindur në takimin e Zotit tyre, takimin e Allahut, sa grupe të vogla kanë fituar, kanë ngadhnyer mbi grupe të mëdha me lejen e Allahut. Dhe Allahu është me durimtarët. Dhe felemma barazu li Xhalut u junudi, kur dolën përballë ushtrisë Xhalutit dhe ushtrisë të tij, qalu rabbana, than o Zoti ynë, shikoni lutjen. Vazhdimisht njeriu në këtë pozicion ka nevojë të madhe që t'i lutet Allahut. Nëse don Allahu që ty të vi diçka dhe të vijë e mira, patjetër duhet të jesh për atyre që i luten atij dhe i përgjerohen atij shumë. Than rabbana afrigh alejna sabran, o Zot na jep durim. Wa thabbit aqdamana, dhe përforcoj këmbët tona, wansurna ala alqaumil kafirin, na ndihmo kundër popullit themohues. Fahazamuhum biidhnillah, i mundën ata me lejen e Allahut. Wa qatala Daudu Xhalut, dhe Daudi vrau Xhalutin. Pra ju e dini historinë që tregohet se si ka ndodhur me ndihmën e Zotit. Gjithë ai luftar i madh që ishte nga themohuesit u vra nga Daudi alayhi salam. Wa ataahu Allahu al-mulka, idha Allahu ati mbretërimin, wal hikmata dhe urtësinë, wa allamahu mimma yasha, dhe i mësoi atij atë që do. Walau la daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd, pra nëse sikur Allahu mos i pengonte ato padrejtësitë që bën njerëzit me njëri tjetrin, lefesadatil ard, do të shkatërrohej toka. Walakin Allah dhu fadlin ala al-alamin, por Allahu ka mirësi dhe bën mirësi të madhe për botët. Nëse do të shkatërrohen njerëzit e drejtë, nëse do të kenë fitim themohuesit, atëherë do të shkatërrohej bota, por Allahu azza wa jalla nuk e lejon këtë gjë. Prandaj edhe lufta e Bedrit është një nga luftrat kryesore dhe quhet Yaumul Furqan, dita e dallimit, që u dallua e vërteta nga e kota. Dhe ne me lejen e Allahut madhëruar do ta ndërpresim në këtë vend dhe do ta fillojmë mësimin tjetër në mënyrë që ta kemi më të lehtë për ne dhe për ju njëkohësisht, dhe të themi se çfarë ka ndodhur në këtë betejë madhështore, ku është quajtur Yaumul Furqan, pra dita e dallueshmërisë, atë ditë që thot Allahu azza wa jalla, wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawma iltaqal jam'an, dhe atë që zbritëm ne tek robi ynë ditën e dallueshmërisë, e furkanit, të ndarjes, ditën që u takuan dy grupacionet. Pra kjo ditë madhështore që bëri Allahu të ndahet mes të vërtetës dhe të kotës, është lufta e Bedrit, dhe me lejen e Zotit mëdhëruar do ta shpjegojmë mësimin e ardhshëm. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.